Trump, marrëveshje për uljen e çmimeve të banave për humbje peshe. Presidenti Donald Trump deklaroi se administrata e tij ka arritur një marrëveshje për të ulur çmimet e banave për humbje peshe në Shtetet e Bashkuara, përkatësisht me medikamentet Wegovy dhe Zepbound. Trump tha se ka përfunduar një marrëveshje me kompaninë farmaceutike daneze Novo Nordisk, prodhuese Wegovy, dhe me konkurrentin amerikan Eli Lilly, që prodhon Zepbound. Në këtë drejtim nuk është ende e qartë nëse kjo marrëveshje do ketë ndikim në çmimet e banave për humbje peshe në Evropë. Sipas Trump, marrëveshja synon të jap fund çmimeve të tepruara të banave në Shtetet e Bashkuara. Kompanitë farmaceutike zakonisht vendosin çmime shumë më të larta në tregun amerikan sesa në Evropë apo Azi. Shtetet e Bashkuara konsiderohen një nga tregjet më të shtrenjta në botë për shumë bana. Në vendet evropiane dhe aziatike, çmimet zakonisht negociohen në mënyrë qendrore dhe industria farmaceutike rregullohet rreptësisht. Banat në fjalë, të cilët veprojnë duke rregulluar oreksin dhe kanë treguar në studime se çojnë në humbje të ndjeshme peshe, kanë qenë kohët e fundit shumë të kërkuara. Megjithatë, ato mbeten të shtrenjta dhe kostot rrallëherë rimbursohen nga kompanitë e sigurimeve shëndetësore. Eli Lilly dhe Novo Nordisk kanë rënë dakord që zbatojnë çmimet krahasueshme me ato ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që të fitojnë qasje tek miliona pacientë të ri përmes programeve qeveritare si Medicare. Skema federale e sigurimit shëndetësor që përdoret kryesisht nga qytetarët e moshuar dhe të sigurojnë shitje më të qëndrueshme.